është një gatim special për moshat e reja. Sa të hash një picë, më mirë këtu i merr vlera tamam dhe diçka e bë me ngrohtë nga dora jote. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë pastice e thjeshtë, tradicionale, me pak qumësh. Ujin e kam bë hazër, e kam zi, do thoni ju, nuk është me presion, se është pa presion, u pris kapaku. Po nga që është pak e gjatë kjo, detyrohem e bëj për makaronat. Një makarona tub, gjithmonë për pastice preferohen makaronat të trasha. Pasticia e do pak të thyme, makaronën nuk e do aq të gjatë. Ja, një pako komplet. Po harrova me i hudh krypën, tu bë muhabetin, po s'ka gjë, se ja, e kapa shpejt gabimin. Njerëzore është. Tashti e muloj për të zbut pak. Këto do t'i lej rreth qerekore, gjithmonë, makarona për pastice. Duhet pak e but, jo al dente shumë. Makaronat i kam lënë qerekore, marr dhe i largoj në lavapjat. I do t'i hudh fillimisht pak ujë të ftohtë nga qesmja. Do t'i lej 2-3 minuta, pastaj do t'i kulloj gjithmonë, majni men. Është i venjen, do t'a shtoj me ynyrë kështu, do me thënë me voj. Rreth 50 gram, t'lyn. 3 kokra vezë, po i hudh 4 se që kanë vezë të vogla. Këto do t'i rath pak me i qik kryp. Me mos boj qinen pis, unë do t'i hudh prapa aty ku i zidha. Ja. Si që kullov. Tek makaronat që hodhëm, do hedh gjysmën e qumshit. Tu kam rreth 3-4 gota qumësh, rreth 800-850 gram qumësh. Dhe do t'i hudh edhe i qik nga ynyra që pregatita vojnë bashkë me t'lynin. Dhe tjetrën do t'a ruj për beshameli. Ashti këto makaronat i përzi, që do t'i hudh edhe vezët mrena. Po këto duhet rrinë të ngrota. Që do hudh mielin për të bë beshamelin. Ja. E kam pak tepsin të modhe unë. Atë kuzën që do t'i hedh gati 3 lugë, se kam me hapësirë. Gjithmonë, pasticën e preferoj të hollë, jo të trash, e ullë flak në minimum. Kjo nuk do marri ngjyrë, vetëm do marri aromë shtëpia. Gjithmonë beshamelet bëhen me nxehtësi tepër të ulët, që të trashet salca dhe të piqet ashtu siç duhet. Ja, tash është siç duhet, se ja, duket që piqet. Lëshon bulza, mili, edhe filloj edhe i hedh qumshin avash avash. Jo qumësh frigoriferi, qumësh ambienti ose edhe pak të ngrohtë. Do t'i hudh edhe pak kryp. Vetëm kujdes, mos bëhet topa, po u bë topa, kalojni në njësit, edhe mos e derdhni poshtë. Në kohën që bëhet beshameli, bëhet edhe vezët. Djati lopës shumë i mirë është edhe më i lirë. Ja, rreth 150 gram, një copë të madhe djati, ato që ju ndodhe në shtëpi. Ashtu ja hedh makaronave më përpara. Ashtu vazhdoj dhe me një kokër vezë, që do t'ja vej beshamelit. E rrath këtu në tas, pak kryp. Tavën e kemi ly pak me ynyrë, edhe pak me galet ose bukë të blujtme, që mos njisi dhe të bëj kërce. Erdhi masën që pregatita. Tashi beshamelin, zori thuskat e para, duhet ta largojmë. E fik funellën, s'kam punë më me funellën. Ja, pasticcia po thuj se mbaroj. Do ta shtroj sipër që të dalë e butë dhe kremoze, se i jep shumë shije. Tash do t'i vej dhe pak shtesë, e keni se keni, unë sa herë e bëj që nuk e kam. Djati ka çkavalle bë më të shishëm, edhe do t'ja hudh sa t'kapi kështu. Jo copa, se forcohen në furrë. Ja.
Po e patët. Tashti e kam gati për ta fut në furnë, do ta fus me 200-210 gradë, kaq jo më shumë, me një nxehtësi mesatare. Pasticja përfundoj, e nxorra nga furra, gjithmonë ajo duhet ketë ngjyrë të mpikset, pastaj ta nxjerrim, po do ta lej pak të ftofet, pastaj do ta servir dhe për mu na bëft mirë